Baba ime ka pas një revole. Edhe revolen e ti unë e mbaja. Megjithësaj nuk e dinte që unë jam e rja revolen. Po ne mbaja atë revolen qandë. Po si femër pak i kisha disa përparsi. Sepse ndo njëherë, më thënë, ata serbët e neglizhonin atë hajë se kjo femëra. Kupton edhe isha këgja e pa dukshme, se duksha shumë e njomë, edhe ashtu isha e re, 24 vjeqe. Papa im ishte mësu me veprimtarit e fëmive ti në këtë fushë, kështu që nuk ishte kur gju e papritur, unë kisha shku, kisha ardhë sa herë, edhe herën e fundit ti i thash unë, po shkoj edhe s'kthehema, po a im përshëndetje dhe më tha, vetëm për balë plumbi të të marri, në njën shpinë. Edhe për të këthy prap, po flisja për Bekim Berishën, që e thrisim ne Abeja e thirëshëm, Abeja. Edhe më mbajment, më tha mësu se tha ti, a mund të ma shkrush një tekst, që këtë po e them për hirtë parë, më duket publikisht, tha që ta këndojnë ushtarët me atë ritmin e Amerikanë, që e këndojnë ushtarët Amerikanë. Po edhe ma nëzori një blok nga gjepi që e mbante këtu në pantalona. Edhe e hapi, tha që tha këtë tekst, sa i ka qenë, ka marrë pjesë edhe në luftën në Kroaci. Thot, këtë tekst thot e kanë këndu ushtarët në Kroaci, në luftën e Kroacis, kroatët. Edhe pash aty në kroatisht, që fillon të ne jemi garda kombëtare, kështu, në kroatisht. Edhe me atë inspirim unë e mora dhe ja shkruva një tekst me 4 strofa. Edhe ja dash. E ajo këngë pastaj është këndu gjatë gjithë luftës. Fillon, ne jem trupa komando, që e mbrojma dhe unë tonë. Kështu fillon kënga. I kom harru kritë rreshtat ndoshta, po e di që kanë qenë 4 strofa me 4 vargje, me rim. Edhe atë këngë e ka marraj, pastaj njësitin që e ka përgadita e kanë fillu me këndu, edhe mu më tha që ti du tha ne, ju du ta bëni njësit vajzave, ka qenë ideja e Bekim Berishës që të kryon edhe njësitët e vajzave. Ka marrë edhe disa shoqe nga Prishtina, edhe në Përdrinic kam dalë, kam shku në për familje, vajzat ishin entuziaste. Po, u kërkoj keni farendi që me kërku dhe lejën e familjes, kuptohet. Edhe kam bledh një pjesë vajzave, vetë kam shkuj kam bledh, disa kanë ardhë vetë. Edhe kemi formu njësitin e parë vajzave, edhe unë e kam qujt Vashat me kordelet kuqe, inspiru nga filmi shqiptar Vashat me kordelet kuqe. Asnjëherë nuk na kanë refuzu. Absolutisht, në asnjë rast nuk jam refuzu. Isha ma e madhja në grupë, mere me mendë. Ishim 18 vajza. Kemi qëndru në shkollën e Likovcit. Edhe aty jemi trajnu për 1 muaj. Pas 1 muaj e na është bërë një test me pa nëse kemi kryu aftësi, me ushtrime fizike, me qitje, me kështu, se bëni mësime edhe teorike, mësonë më armët, po edhe fizikisht dujt ishe i fort. Musi Ashari ka qenë si mbikëqyrësi joni. Gjith Ladrovci fillimisht ka qenë përgjegjësja jonë. Po pastaj Gjeva ka shku në një pjesë tjetër me Bacën Fehmi, shku në një pjesë tjetër, se kur flasë për ta emocionohem, se kanë qenë 2 njerëz shumë idealist, për fatke që kemi humbë në luft, ata e në herojt kombit. Edhe kur Gjeva shkoj, më tha mua që të marrë në përgjegjësi njësitin, edhe unë i thash, i shpreja një farë më dyshje, thash po nuk dhja mundem. Dhe mbaj mend si sot se ka qenë të vetura, duke hype dhe e ka ngrit grushtin lartë, unë e di tha që ti mundesh, se s'te të kemi të fortë. Aty është hera fundit që kam pa Gjevën. Shprehem gati shmëri me shku në zonën e Dugagjinit, se na thanë që ka vajzat të tjera në Dugagjin që po kërkojnë që të bëhen pjesë. I kemi shku, kemi kriju një njësit të dytë, me po të njëjtin emër. Aty kemi pas
16 vajza më duket, edhe aty kam dalë njëjtë, kam mbledh vajzat, më ka ardhë Myrvete Maksutaj, më ka ardhë prej Istogut, këmbë ka bo rrugën për mu bo pjesë e njësitit. Myrvetja është sot dëshmore. Një vajzë e re, ka qenë veç 21 vjeçe kur ka ra dëshmore. Kam pas shumë shoqe. Edhe kemi mbaru, më thonë, pasi kemi mbaru stërvitjet e këtij njësiti dytë në Jablanic të Dugagjinit, Dushkajës, në ndërkohë, se tash merr me mend, në ndërkohë që na luftoj shumë, edhe konsolidoheshim, se fillimisht ishin njësite, veç njësite. Dhe, më thonë, brigadat kanë fillu të formohen dikun në muajin korrik-gusht. Korrik. Muajin korrik janë kriju brigadat. Edhe njësiti jonë është bë pjesë e brigadës 132 Myrt Zeneli në Jablanic. Për herë të parë u përballëm me luftime në korrik të 98-ës. Edhe normal, ofenzivat ata ishin shumë të fuqishme, na me armatimin që keshëm ishe pa mundur me i përball, e kupton. Po me që ato që kishim ne përpiqeshim që qëndrojmë në istikame. E mbaj mend që erdhe një grup shokësh edhe na thanë që pika në Këpuz është në rrezik të bie, se ne i shinim tankset që vinin krejt kështu kodrës të poshtë, duke gjujt, kemi shku në përforcim, jemi përpjek të qëndrojmë, po të them, ka qenë e vështirë, se na s'kishum armatim të mjaftueshëm. Edhe e dogjën serbët gjithat zonë, u dogjë, u bëshkrum behi gjithë shka, popullatën e tërhaqëm, e mbaj mend që kam shku në atë familjen që qëndrojsha, kanë qenë plot gra fëmijë shtëpia. I kemi marrë fëmijët e gratë, bile mbaj mend që e kam lënë çantën time, mu ka djeg aty edhe kam pas ditarin e fletorin e poezive, mu ka ndjeg në atë shtëpi se s'musha me i qut gjitha, e kam lënë çantën, i kam kap 2 fëmijë. Në dorë e kemi qumë malë. Ende na pa e marë taman vetën, filloj ofenziva shtatorit, që ishte edhe ma goditse, aty u vranë shumë shok. Në thonë, për fat keq një pjesë e madhe e ra prej dhe një farë propagande që u ngrit, edhe një pjesë shumë e madhe u patën largu për Shqipëri. Po, me gjithë ata u rikëthyen, pjesa dërmuese e tyre u rikëthyen, po, në thëmë, pas ofenzivës shtatorit, e kemi pas fazën ma kritike në Dugagjin. Se kena pas mbet 50 ushtarë, në krye me Ramush Haradinajn. Ne ishim 50 ushtarë, edhe sa rrinim, do të mbulonim teren, edhe pikat ku ne i vendosnim ishin shumë afër shtabit se s'kish njerëz, e kupton. Se Serbia përpiqej ta shumte u që kënë, po ka qenë pa mundur. Se ata vëshiron prej, po ata u rikëthym prap. Në ne ishëm 50, po na nuk hoqëm dorë. Mbaj mend që mas asaj ofenzive, kur na kena met për disa ditë maleve, edhe kur jemi rikëthy në shtab, puna e parë që ka bë komandanti Ramushi, ka qenë me ngrit flamurin. Ka qenë një djalë që e përmend edhe Ramushi në librin e tij, që e pyet, thot, komandant, pe ngri flamurin, po serbët janë në kodrën e Cermjanit, mbase na shohin. Edhe ky thot, po, pikrisht për atë po e ngri, që të na shohin që ne jemi këtu. Edhe nga ai moment, tani aty çdo ditë unë e kam këndu, ma kërkonte Ramushi, që ta këndoja himnin e flamurit, çdo mëngjes e ngri flamurin. Me emrim isha oficer për informim publik në kuadër të zonës operative Dugagjinit dhe ndihmës komandant për informim kuadër të brigadës. Kjo ishte detyra që më ishte caktu. Dhe unë kisha për detyrë me mbledh informacionin,
më tha mi të gjulojmi, më bërë raport komandantit për krejt shka po flitët për luftën tonë për radio, së s'kishim edhe mjetë, e kisha një tranzistor. Aty dëgjoja lajmin, bëja raportin, ja dërzoja komandantin dhe gjithashtu raportoja. Në pra zhvillimet që ndodhnin, unë bëja raport, edhe raportoja për televizionin shqiptar, raportoja për Kosovën e Lirë, Radion Kosova e Lirë, edhe kam raportu 1-2 hera po 3 nuk e mbaj mend për Evropën e Lirë. Ndërsa detyrat tjera që bëja ishin kretjerat. Bëja kujdestari 24 orë si oficer, bëja roje, në vi fronti delshim se kur bëj luftimit në vi fronti ishim gjithë. Në tanë roje të organizoheshin gjdo 12 orë, ka pas raste që gjithë natën bëja roje, me shokt, në për pika. Po jemi marrë dhe me të plagosur, edhe pse unë kam qenë totalisht ignorante në fushën e shëndetësis, po disa gjëra i mësova dhe unë në luftë. Mësova si me pasru një plagë, si me mështil një plagë, se kishte të plagosur, bile një farë kohë kanë qëndru të plagosur, se kur ra, do të thënë, mas ofenzivës shtatorit, tash që ra gjithë shka, u shpërbë dhe spitali, edhe tani mjeku vinte, e në dhomën ku flia unë me ajshën, e bënëm një farë improvizimi, e të plagosurit i sillnin aty, se na si vajza e mbajshëm pak ma pasër vendin. Ajo shtëpia ka qenë e djegur, po e pastrum, e regulum, u bë pasër, edhe plagosurit qëndronin aty. Problemin më të madh e kom pas që s'kom pas qizme asnjëherë me madhe, se kamën e numrin e kamës se kam të vogël, edhe qizmet që na vinin asnjë s'm binin mu taman. Edhe gati gjatë gjithë luftës unë kam pas veç patika. Edhe mbaj mend ka qenë se vjeshta e 98-ës ka qenë shumë e ftoftë, ngritës ka qenë. Mbaj mend që dilnim e toka ka qenë e ngrirë. Edhe ato gardhi thojnë, atyne që i bëjnë fshat. Kreta dini i bom kështu si me akull që bona, di që vënojnë si akull, edhe te pika ati ku qëndronim, nuk bëj keme ndezjarë se të shika armiku, po pasaj pjasoj vis lartë, ne ulshonim poshtë këtu, e ndiznim zjarë edhe me radhë, më ngrosë, shumë ftoftë. Edhe me një rast, e mbaj men se atë natë, gjithë natën bëra roje, shkova më ngro, e më bështeta në automatik kështu, edhe më ka kap si gjumë, si t'lodhur, edhe aq ju afrova shumë zjarë se kisha shumë të ftoftë, edhe kishin fillu patikat po shkryeshin. Kur u zgjova, u largova se pash që veç kishin fillu mu shkry këtu për para prej zjarrit. Këto momente janë normale, se luft lehtë s'ka. Unë kam qenë pajisur me një Kalashnikov. Krikrit në fillim tregova kam pas revolin e babës. Po kur kam shku në Drenicë, në fillim, që ato fillime na patë ndonë në shfrydzim një uz. Një farë uzi është si armë, si gjysmë automatike e vogël, kështu e ma shumë përdoret për luftën kështu tafërt, edin, po e me pas. Se s'kishte me të thonë drejtë, nuk ishte në fillim të luftës, nuk ka pas mjaftueshëm armë. Tani ma vonë duka gjenu pajisa me një Kalashnikov, ka qenë Kalashnikov Poliçan, prodhimi i Shqipërisë, kam pas 2 bomba, Kalashin e kam pas me 4 karikator, 3 mbajsha qëtu, një kështu në armë, dhe më thënë s'kam pas armë tjera, qëtu i kom përdorune, përveç që najherë u dashke me bajt edhe naj uzjen, kondo uza, jo kone letë si plastiku, po e gjujshe qështu për mjetet blindume ka qenë. Po kanë qenë edhe mortajat. Ato mortajat ju në kanë pak ma të randa dhe kur i bajshëm në shpinë, është me qenë të kujdesshëm se po urdzove për tokë me preka, jo të ishin shpërthen, e gjithë kisha frike, dhe mi bajt ato. Po kam gjujt njëherë dhe me Gulinov. Hajtë tash ta provoj, po unë se kom di qaj silët edhe më soli mu, kështu edhe ma s'kom provu se ajo është armë e madhe, edhin të shme kane fuqishme, unë edhin nuk kom pas najfar fuqie ku me di sa të madhe, kështu e shkath kom qenë, po gjithësisi femër. Në këto momentet, edhin kur ka dinamik lufta, ti s'ki shumë kohë me mendu
as me bo herojen, as tutsin, e kupton? Mendon si dalësh nga situata, mendon si mund të dalësh nga kjo situatë. Edhe po, kam pas disa momente tilla, për shembull mbaj mend kur luftën në Gjakov, se në fund të luftës, ka fundi luftës u formu dhe brigada Gjakova. Edhe djemtë e Gjakovës vendosën që me u futë në qytet, se në Gjakov na vinin lajme që vriteshin shumë civil. Edhe djemtë e Gjakovës vendosën mu kthy atje me mbrojt qytetarët. Edhe unë thash po vi dhe unë. Edhe vullnetarisht që kumë bashku brigadës, kemi shku në qytet. Edhe kemi kry punë kogja të mëdha në qytet, se puna e parë që kemi bërë është që e kemi vedisu populatën që mos të lëviz në mënyrë të pa kontrolluar. Se kur ata lëvizin në mënyrë pa kontrolluar, vriteshin ma shumë. Edhe përpiqeshëm që t'i mbanim të qetë. Normal, për ditë iknin, lëshonin venin, si që dihet, që në fund të luftës në gjysë milioni e më të më thonë, ikën në lëshun Kosovën. Edhe aty, do më thonë, gjatë qëndrimit në Gjakov, nimi marrë me vedisimin e populatës, se si me u gjetën këto situatat, nëse ndodhë për shembull dy luftimi e këto, jemi marrë edhe me se si të organizohemi, kur ballafaqohemi, si të veprojmë. Se ka qenë pak e vështirë në qytet me luftu, se s'kishëm asnjë lloj mbrojtje nga mrapa. Edhe shpresonim që po përparon kosharja, se kosharja veç, në kufiri veç ishte fyr, e ne shpresonim që ata më shpejt, po ishte pa mundur, se ne ishim goxha larg kështu me territor. Edhe kur kanë shpërty luftimet në Gjakov, aty mbaj mend, që na u kanë futë serbët brenda aty ku ishim ne, edhe jemi përballë me ta, edhe mas qasaj përballje, se ata nuk kanë qenë sigur që jemi ne aty. Dhe kur jemi përballë, ata jenë largu. Është bërë një farë qetësie për disa momente. Vetëm dëgjoshin radiolidhjet e serbe që kërkonin përforcime. Edhe ne atë kohën e asaj qetësie, disa minutëshe, e shfrytëzum mu pozicionu në për vende. U pozicionum edhe s'kishim rrugë tjetër përveç se me i prit ata, se dhe me dasht me x s'kishim ka. Edhe mbaj mend kur kanë ardhë, ne ishim me një obor të madh, që ishin dy shtëpi në fund të oborit dhe ishte një shtëpi në krye të oborit. Edhe kanë fillu me u ra dyrt kanë qenë të hekurit, dyrt e oborit. Po dyrt ishin të mbylluna, dhe kur e kanë pa që ne ishim këtu, unë isha me e pozicionume në cep një shtëpi bashkë me një Tom Leshin, një djalë i jashtëzakonshëm, edhe i prit shumë. Ata kanë një ushtar serb ka kërcy mbi dyr, edhe është fut brenda, edhe mbaj mend që e ka ngri atë shullin e derës kështu, edhe sot e mbaj mend atë kërsimin e dyrëve kur kur janë hap dyrt. Edhe janë fut kështu si ujqër. Tarmatosur, bile Gjerdani mitralozit ju shkonte për tokë. Edhe kemi fillu me gjujt, ata kanë me vrap janë fut në shtëpi, edhe përpiqeshin në katin e dytë në taras, përpiqeshin me vendos mitralozin, po na nuk i lejonim. Na gjunim që mës mi lejo ata me e vendos mitralozin. Na kanë gjujt me tromblone, me qka jo. Ishin vendosur edhe në kodrën e qabratit e snajperistat. Edhe kur u detyrum na motorheq për qasaj pjesë, u vendosëm në një vazhdum, po përpiqeshim me hap një palë dyrt oborit, drunit, edhe aty me snajper e kanë plagos një shok tonin. Unë njëherë nuk e dita se nga jerdi plumbi, po veç e pash që gjakvu kështu u hadhë. Edhe a i si ketu i hap dyrt u këthy nga ne dhe tha u plagosa dhe gjaku i doli nga goja dhe ranë dy gjujtë.
Më thënë aty kam pas, shpëtan atë përballin më të afërt me serbët, se pata një ushtar të Serbisë për të dritarës, si me thonë 10 metra largësi. Mbrapa ati ishte një mur, po mbrapa murit kishte shumë serbë se i dëgjoja të sharat e tyne, sa ta na shanin me nënën shqiptare, me kështu, ku jeni kështu me nane me edin, se po vina me ju preje kështu, e ky qëndronte, po për fatin tem të mirë, unë e pash atë e aj nuk më shete mu për qudi. Aj nuk më shete mu shikon të kej dika tjetër. Edhe unë i kam tregu shokut, i kam thënë, këtu i kemi. E mbaj men që i ka nxirë bombën dhe i ka dritu telat, se ishim aq afër me ta sa kishim frikë që na kapin të gjallë. E me të kap gjallë, ka qenë më vdekje se vdekja. Kështu që në normal, ai e mbante bombën për çdo rast që ta hidhin vetën në ajër. Edhe jam ule aty poshtë dritarës, jam pozicionu, po të them të drejtën, në atë moment nuk kisha kohë me mendu për asgjë tjetër, veç mendoja a kam kohë nëse gjuj, se për 30 sekonda harxhot karikatori. A kam kohë me ndru karikatorin kur të vinë tjertë. Po shokët në qatë moment kanë ardhur në përforcim, edhe që ky Toma ka dalë në katin e dytë, ka gjujt bombën, kemi gjujt qa kemi mujt, edhe nuk di, më pyet qa ka ndodhur, nuk di. Nuk di, veç e di që është bo shumë pluhur është bo, edhe jemi qu me dalë pre atyt. E kemi kap këtë shoku në plagosur, sa jam nis mu ka kujtu që i kam ledh gjërat e ti, e lekun, i kam marrë armën, kapuqin, mu ka kujtu që kam bet gjaku aty. Edhe të them të drejtën, aty jam këthy edhe i kam ra ati pluhurit, kështu që mës na shohin serbët gjakun, mës ta din që na plagosën që na vranë. I kam ra me këmbë edhe jam këthy. Po kur jam këthy me dalë, na ka ra një bombë. Edhe unë nuk kam arrit me e dalua, se ajo njëherë kërset lartë, pastaj shpërthem poshtë. Po një shok i yni aje ka hetu dhe ka bërtit bomba, edhe na ka rëdzu gjithve kështu poshtë. Jemi rëdzu, ka shpërthy bomba. Atia ka këput tytën automatikut, një shoku është grith që tu, na tjertë asnjë gjë. Në që kjo ka qenë përballja më afërt. E në shtëpi kisha prindrit me një vlla dhe 2 motra. Po, kjo motra ime vogla, në ndërkohë ishte ju kishte bashku dhe kjo ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Llapit. Bahrie Veliu e ka emrin. E masandej nana më ka tregu dhe baba, që i kanë largu njëherë nga shtëpia, edhe i kanë qu deri në fushë Kosovë, mi hypë në trena, mi qu në Macedoni. Por në rrugës, baba është përvjedh bashk, e ka marrë nanën, vllaun edhe motrën, janë përvjedh dhe janë tërheq nga kolona, janë këthy në shtëpi, se s'ka dasht. Se si që tregon nana se baba ka qenë ma burnor, nuk ka tregu se dhe burra qajnë do njerë, s'ka gjë të keqe. E më tregon të nana që gjatë rrugës a i qante thështë si të shkojun, si të ikun, e t'ja u kthej shpinën vajzave që i kam luft. Është këthy e i ka ardhë dhe gjatë luftës 2 vizita mi ka bo mu në luft. Para se me ndodhë bombardimit, a i ka ardhë, në duka gjena ti më ka vizitu. E ka qenë një patriot shumë krenar. Unë jam krenare që jam e bia e ti. Ne pas përfundimit të luftës, ndërkombëtarët kërkuan që ne të demilitarizohemi. Fatkeqësisht. Ne u detyruam t'i dorëzonim armët, u mblodhen ato armë nëpër magazina. E të më thënë, UÇK-ja ma deri në shtator e bënëm marshin e fundit, edhe u shpërbë, edhe u kriju forca që quaj trupat e mbrojtjes të Kosovës. Ndërkombëtarët na njihnin neve si një trup e emergjencave për si disasters natyrore,
po na punonim për mu bo ushtri. Më thanë, pse unë ju riktheva ushtrisë, për arsye se qëllimi ynë, jo veqimi, po i krejt aty në luftëtarëve, ishte që ne të kemi, sepse nuk ka, si mund të ketë shtet pa ushtri. Nëse diçka e simbolizon shtetin, është ushtria, ajo që e vullos. Edhe unë u ktheva, më kërkun edhe u ktheva, kam vazhdu 10 vite kam punu në TMK, me një pagë shumë simbolike kena punu aty, kam pas mundësi me punu për paga shumë atë më dha, po ishte qëllimi aj që më bante mund TMK, se ne donim që të arrinim tek ne e konsideronim vetën ushtri, edhe krejt aktivitetin që bëhej në TMK ishte ushtarak, po ndërkombëtarët neve nuk na pranonin si të tillë, ishim edhe të paramatosur, me uniform, po s'kishim armë. Një vit pasi shpall pavarësia e Kosovës, është përmbyll misioni të TMK-s, edhe ka fillu misioni i FSK-s. Për fat keq aty mu nuk më kanë seleksionu, edhe pas asaj unë kam vendosur me vazhdu jetën si një qytetare civile. Në ëndrat e mia gjithë kohës, me gjithë se kanë kalu gjithë të vite, edhe këta fëmijë që kanë lindë në liri, në atë kohë s'kanë egzistu heq, unë në ëndra përballëm se s'di t'i shpëtoj vajzën tem, besat e mia, përpiqen këto me i shpëtu, mos mu vran luftë. Që kjo është jo në ëndrat e mia, që përsëritën. Mesazhi jem i fundit është që asnjëherë nuk është jashtë mode për të qenë patriot. Gjithmonë është në modë t'jesh patriot. Na kena shumë rrugë për bala, mendoj unë. Unë shpresoj që vajza jem, kur të arrijë moshën time, t'jetoj në Shqipërinë natyrale. Se unë nuk e quaj as etnike, as të madhe, se ky termi Shqipëria e madhe është term panslav, se na nuk po dojnë as Shqipëri të madhe, as të vogël. Ne duam Shqipërinë ashtu si që ishte, natyrale. Aty ku na takon. Ky është mesazhi im.